Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Mes Nesh si çdo ditë në ekranin e RTS 1 HD me mua dhe Andrin. Jemi prej orës 13:20 duke nisur nga ky çast deri në orën 15 për të sjellë shumë tema dhe shumë personazhe. Së pari do të flasim për një shqetësim që është shënuar orëve të fundit duke ngritur alarmin kujdes me mesazhet që ju vijnë në aplikacionin WhatsApp. Pasi këto mesazhe kërkojnë që ju të shkoni për të votuar në një sondazh dhe aty bini në grackën e vjedhjes së informacioneve në telefonin tuaj. Një rast i përsëritur, por gjithmonë duhet jemi shumë të kujdesshëm pasi këto mesazhe mund të vinë nga persona që i njihni, që i keni në listën tuaj të telefonit dhe ndoshta gënjeheni duke e klikuar. Në çastin që klikoni, rrezikoni të gjithë të dhënat tuaja. Atëherë, për ta konkretizuar më tej, unë dua të lexoj mesazhin që mua dje më ka ardhur në WhatsApp, ku një numër, të cilin unë nuk e njihja, por emri i të cilit ishte shënuar Geri Vod. Teksti ishte: Përshëndetje, ju lutem votoni Roksana Kostin. Në këtë sondazh, ajo është vajza e një miku im. Çmimi kryesor është një bursë për arsim falas për të gjithë vitin e ardhshëm. Kjo është shumë e rëndësishme për të. Faleminderit shumë dhe më poshtë është linku të cilin unë duhet të klikoja. Nuk e klikova. Unë nuk e klikova sepse teksa e pash që si mesazh ishte hedhur gjithashtu edhe në grupin ton të punës, pra mes gazetarëve. Mendova se do të ishte diçka e propozuar që qarkullonte në grupin ton dhe fatmirësisht i shpëtova, por ka pasur shumë prej kolegëve tanë të cilët kanë rënë në pre e kësaj, për arsye sepse numri i cili e kishte dërguar ishte një numër i njohur. Pra, megjithatë, për të na sqaruar më tej se nëse hapat që ne kemi ndërmarrë janë të sakta, ajo që bëra më njëherë ishte të fshija numrin që më kishte dërguar mesazhin, por nuk e di nëse kam qenë apo jo ekspozuar që të dhënat e mia të telefonit të kanë rënë në edhe pa e klikuar, po. Edhe pa e klikuar, pra, pre e personit që ka ndërmarrë këtë hakeri. Megjithatë, mua për fat më ka ardhur mesazhe se ndoshta edhe mund të isha, nëse vinte nga dikush që i besoja, ndoshta edhe mund të kisha, pavarësisht se emri ishin Roksana, si e kishte, ishte një emër që nuk më thot gjë, po të ishte më i personalizuar, ndoshta mund të kisha rënë dhe unë në grackë ose kushdo tjetër, por duhet t'i lexojmë këto detaje. Në çastin që shohim që është shkruar gabim ose ka një element që nuk ju lidhet me personin, atëherë mirë është mos ta klikoj. Mesazhi ishte shumë real, edhe mund të bie fare lehtë pre, megjithatë urojmë që të mos kemi rënë paktën edhe pse nuk e kemi klikuar. Po të kishin gjetë emër tjetër se Roksana Kosta si e kishte, s'do i kisha klikuar kurse, s'do më thoshte gjë, nuk njohim ndonjë Roksana. Nejse. Megjithatë, Besmir Semanaj do jetë me ne në një lidhje Skype, ekspert i IT-s, për të na njohur edhe për të na thënë më shumë mbi këtë rast, edhe se sa të ekspozuar jemi së fundmi ne shqiptarët lidhur me këtë çështje. Përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne, Besmir. Përshëndetje, mirë su gjeta. Nuk e di nëse mesazhi ka rënë edhe në telefonin tënd, ka ardhur në telefonin tënd, ke rënë pre e ti apo jo? Atëherë mu më bën forward dhe e testova linkun. Nuk është të pak, është një sulm phishing. Pra që në mënyrë që të mbledhin informacione ose të marrin informacione, por në rastin konkret ishte për të marrë kontrollin e WhatsAppit. Për gjithë ato qytetarë që thjesht e kanë klikuar, nuk ka problem. Ideja ishte që pas klikimit dhe pas votimit ju thuaj që në mënyrë që të verifikoni dhe vota juaj të jetë e vlerëshme, për ta shpjegoj me fjalë përgjithshme, duhet të vendos numrin e telefonit. Dhe në momentin që vendos numrin e telefonit ju vinte një kod. Dhe nëse vendosej ky kodi, personi që ka iniciuar këtë hakerim, këtë fushat phishing, mund të merrte sikur se e hapim ne në telefon link device WhatsAppin, keni parasysh mund ta lidhim në telefon ose ta kalojmë në një telefon tjetër, WhatsAppi i personit do bëhej link me hakerin. Dhe kuptohet në momentin që bëhej link, personi kishte full access tek WhatsAppi juaj. Mund të përdore për të downloaduar video, për të downloaduar fotot, dokumentat tuaja, për të fshirë çate ose që është dhe në përgjithësi për çfarë përdoret, për të iniciuar, për të filluar çate me persona të tjerë të besueshëm. Pra imagjinoni nga WhatsAppi juaj i dërgon një mesazh një miku, partnerit, fëmijës,
ku mund t'i kërkoj pagesë, duke i vendosur një numër llogarie, mund t'i kërkoj të kryej një veprim të caktuar dhe kjo është edhe pjesa më rrezikshme e këtij tipi hakerimi. Sepse tani më nuk kemi më të bëjmë me një numër të panjohur dhe një person që ju nuk e identifikoni, por kemi të bëjmë me një njerëz të rrethit tonë të afërt që ne nuk do dyshojmë për mesazhin që do na vinte. Pra mund të merrnim dhe veprime të paarsyeshme në një farë mënyrë nëse mesazhi do ishte shumë urgjent ose do kërkohet një ndihmë imediate. Mënyra se si funksionon. Jam në spital, duhet të dërgohen lekët këtu. Me kanë dalë. Tu njerëzit bëhen më të ndjeshëm dhe është më e drejtë për drejtë, më me njëhershme. Matematike. Pra kjo është ajo që ka ndodhur, por nuk duhet të harrojmë që shqiptarët duhet të kenë disa herë më shumë fish kujdes se sa qytetarët e tjerë, sepse ne tani më danat tona personale i kemi publike. Pra, mesazhi mund të jetë i personalizuar, ku mund na drejtohet në emër, në mbiemër, duke dhënë danat tona të sakta. Pra duhet të kemi shumë kujdes dhe e themi gjithmonë, ju lutem mos klikoni linke që nuk janë. Po ndërkohë, Zoti Semanaj, jo vetëm në këtë rast, sepse ju thatë që maksimumi rrezikohej kontrolli i WhatsAppit nga persona të tjerë, por ajo që na tremb më shumë, është kur ka patur dhe raste të tjera duke marrë informacione të cilat mund të shkojnë deri ndoshta tek llogaritë që mund të kemi të lidhura në telefon, i banking e të tjera si këto. Pra, cili është rreziku më i madh që vjen nga ky link apo nga linqe të ngjashme? Në momentin që merret kontrolli i WhatsAppit, po ta lidhim edhe me këtë rast, në një nga chatet mund t'i dërgohet një malware një miku tuaj dhe miku juaj mund ta klikojë sepse ka ardhur nga ju dhe ju beson. Dhe në këto moment mund të krijoj dhe full access, pra access të plot në telefon, ku mund të shikoj veprimet bankare, nëse ju hyn llogaria bankare, mund të shikoj shumë materiale që janë personale dhe duke poseduar këto materiale personale, kuptohet ose sensitive, kuptohet që mbrapa mund nisë dhe shantazhi. Pra kemi shumë raste në nivel kombëtar që pasi merren informacione sensitive, këto informacione përdoren për të shantazhuar personin. Kuptohet që hakri identifikohet me vendin nga ka ardhur, le të themi mund të ketë një sulm nga India, nga Irani, nga Rusia, nuk ka rëndësi, pastaj mund t'ju jap një numër llogarie, kryesisht është me kriptovalutë, që ju të bëni pagesë në kriptovalutë në mënyrë që materialet që janë marrur nga telefoni juaj ose nga WhatsApp juaj, sepse dhe në WhatsApp në vetvete mund të kemi shumë foto, video, dokumentat të cilat janë sensitive, sepse ne komunikimi jon i përditshëm, sidomos në Shqipëri, është numri 1 është WhatsAppi, nëse në shtete të ndryshme mund të përdor pa të ndryshme, pra ndoshta 95% e komunikimit të qytetarëve shqiptarë është me anë të WhatsAppit. Zoti Semanaj, ka pasur persona dje të cilët e kanë klikuar linkun edhe kanë rënë pre e këtij sulmi dhe për fat të keq edhe aksesi i tyre në WhatsApp ka qenë i pamundur. Çfarë ndodh në këto raste, cilat janë hapat që duhet të ndërmarrin? Në momentin që dyshohet që ose ju keni kryer komplet procesin, duhet të shkoni tek settings, tek WhatsAppi, tek settings, të logoni në WhatsApp dhe është tek link devices. Tek link devices ju mund të shikoni të gjitha pajisjet ose pajisjet e lidhura, po ta përkthejmë shqip, mund të shikoni të gjitha pajisjet të cilat kanë akses tek kjo llogari. Pra mund të jetë telefoni juaj dhe laptopi juaj që ju keni konfiguruar, por mund edhe një pajisje tjetër që ju nuk e njihni. Dhe do ishte mirë që kjo pajisja tjetër që ju nuk e njihni jo do ishte mirë, por duhet që kjo pajisje të bëhet logout të hiqet aksesi tek WhatsApp juaj. Dhe në momentin që ju i hiqni aksesin, ai do bëhet logout dhe nuk do ketë më qasje në profil. Po nëse ka ndodhur e kundërta, zoti Semanaj, pra nëse personi që ka marrë tani në dorë WhatsAppin tonë ka bërë ne logout, pra ka bërë logout all other devices, pra të gjitha pajisjet e tjera dhe ne nuk qasemi më. Jo, jemi primary device, pra jemi device. Jemi i parë kryesor, bukur. Jemi një device i kryesor. Në rastet kur le të themi, kemi pasur fshirje të mesazheve të informacioneve që mund të jenë të rëndësishme. Shpresoj që këto përdorrues të kenë një backup në iCloud, në Google Store, në Google Storage dhe OneDrive dhe të kthejnë backupin. Pra, megjithëse mund të kemi një pjesë të komunikimeve, por prapë e rëndësishme është pjesa e materialeve që mund të jenë marrë. Dhe diçka tjetër do i këshilloja që gjithë këto qytetarë në mënyrë që mos të përdoret si shantazh ndaj tyre, të bëjnë një denuncim në polici. Pra nëse shikojnë që dikush është lidhur, pra ka një link device tek WhatsAppi i tyre, të bëjnë një denuncim pranë organeve kompetente. E para,
Dhe e dyta, në asnjë mënyrë nuk duhet të bien prej shantazhit. Le të shantazhohen me foto, me video, nuk duhet të bien prej, sepse edhe në momentin që do paguhen një X shumë, ju siguroj që kërkesa pas pagesës do jetë një kërkesë tjetër. Në asnjë moment harrojeni që ato materiale do ju kthehen. Por duhet të bjeni pre shantazhit. Do ishte mirë që çdo numër që komunikon ta bllokoni në mënyrë që mos t'i jepni shpresë për një pagesë. Pra nëse kërcënoheni, thjesht injorojeni në mënyrë që personi në fjalë mos të marrë shpresa për t'ju shantazhuar. Dhe kuptohet, nuk është se do shpërndahen ato foto, ato video, sepse qëllimi i tyre nuk është shpërndarja këtyre materialeve, por është përfitimi monetar. Zoti Semanaj, nëse chatin e personit, bisedën pra personi që shkroi dhe ndodhi në telefonin tim, unë reagova në mënyrë të menjëhershme për të mbrojtur dhe e fshiva kur mora vesh që ishte një sulm. Por duhet fshirë, duhet lënë, duhet blokuar, cilat janë masat që duhen marrë dhe në një farë mënyra kemi qenë të ekspozuar edhe pse për pak minuta apo për disa orë ndoshta ka qenë pjesë e bisedave tona telefonike? Atëherë, duhet të falenderojmë dhe AQSK-n, agjencinë e cila merr për mbrojtjen kibernetike shqiptare, që reagoi me njëherë. Dhe u bë lajm në të gjitha mediat, pra duhet ta vlerësojmë këtë pjesë nga ana atyre që ishin vigjilent. Të gjitha ato personat të cilët nuk kanë rënë prej, pra nuk kanë kryer procesin e plot, mjafton të fshin mesazhin. Personat të cilët kanë rënë prej, do ishte mirë, siç e thash më përpara, të bëjnë kontrolle teknike, sikurse dhe thash në mënyrë që të largojnë keqbërësin nga pajisja atyre, dhe të bëjnë një ndërmësim pranë organeve përkatëse, që dhe organet shtetërore të kenë një statistik se sa ka qenë numri i personave të afektuar nga ky sulm kibernetik. Nuk dihet origjina, ndoshta nuk e di se sa informacion mund të keni që nga mund të vijë gjitha kjo, kujt i ka interesuar në fund ditës. Është shumë e vështirë të gjendet origjina, kujt i ka interesuar. Çdo personi që merret me pjesën e krimit kibernetik mund të interesojë, qoftë në Shqipëri, qoftë në çdo shtet botës. Nëse e shikojmë nga mënyra të shkruarit të mesazhit dhe emri i vendosur për personin, kuptohet që nuk është dikush nga Shqipëria, sepse mund të përdorte një emër që është common, që është i shumë përdorshëm në Shqipëri, në mënyrë që ta bëndë me të besueshme. Pra është një sulm që ka ardhur nga jashtë territorit të Shqipërisë, por thjesht duhet qytetarët duhet të kenë kujdes. Pra ato sulmet e famshme që na vinin nga princit nga Afrika në email, tani më kanë kaluar me mesazh, kaluar në WhatsApp, në Viber, në Telegram e tjerë. Kujdes dhe vigjilencë është mesazhi. Gjithmonë më afër nesh, duhet jemi të kujdesshëm. Faleminderit shumë që ishe me ne në këtë lidhje. Përshëndetje nga Tirana, zoti Semanaj. Faleminderit që ishit me ne.